Unë jam gjyshi i djalit. Mbrëm në orën 12 të natës është aksidentuar nipi i djalit Çupës. Dhe ka ardhur në morgun e spitalit Lorës. Kemi rreth 8 orë këtu, që po presëm, nuk vjen mjeku ligjor na ndihmoj të bëj veprimet e saj. Neve jemi shumë të shqetësuar se shteti po na kthen krap, jo po na ndihmon. Nuk e dim sa shteti është ky shteti jon, që nuk punon për popullin. Rrit 30 policë këtu dhe nuk merr asnjëri masa për të mjekun ligjor dhe prokurori këtë vit të bëjë veprimet. Të marrëm kufom, si do t'ja ka ndodhur. Një makinë, na e ka vrarë djalin, ka ikur me shpejtësi 200 km/h në qytetin e Vlorës, as i patrull policie. Bulevardi Kryesor, nga Lugomaria drejt te kinoteatri ka vrarë djalin, ka ikur me 200 km/h, as po sa blok policie si ka dalë përpara. Dhe shteti tash ka ardhur me 15 policë këtu, më mban mua, s'më jep djalin ta shikoj. Unë se kam parë me sy një herë nipin. S'më ka lejuar ta shikoj me sy. Çfarës djali im s'është kriminal, lipi s'është kriminal. Ai është një vinte nga puna, allergji për të shqyer bukën e gojës, vinte nga puna natën, punonte kamarier, vinte nga puna dhe vjen puna tjetri e vret, ai ha e pi në klub nashi dhe unë po rri këtu pres të marr djalin. Autori është burg, po çdo ha e pi se më thanë ka ha e pi atje. Dhe policët vinë mbrojnë mua këtu. Asnjë ndihmë s'më jep shteti. Si do veprohet nuk e di. I lutem medias tuaj, faleminderit që vini na respektoni. Shumë u faleminderit, bëni një veprim, jepeni media, na ndihmoj shtetit, bëjmë këtë veprim. Ta marrëm djalin sepse po na lën këtu 8 orë.